Përshëndetje, dhe sot kam vendosur me paraqit para ju në disa receta ose ide si mund të dekoroni pjatat e juaja me fruta. Nëse doni të shikoni recetën, qëndroni me ne. Fillimisht kam vendosur që me bë edhe me tregu pak prerjen e frutave, edhe pse pastaj mendova që ndoshta edhe nuk është edhe aq e rëndësishme, pasi që të gjithë ne sigurisht që dim edhe këtë proces se si bëhet prerja e frutave, por prap se prap për recetën e parë vendosa të bëj edhe këtë video duke I ndarë frutat që ta keni më të lehtë pra për t'i kuptuar recetat. Po e shikoni që këtu kemi pemë pra të ndryshme, duke filluar nga mollat, kivi, sheg, pra mvaret si doni ju me I përgatitë recetën. Unë tash po filloj me renditjen e frutave, kështu siç mund ta shikoni në video. Nëse receta ju pëlqen, mos nguroni të ndani me miqtë tuaj, mësoni disa ide si të dekoroni pjatat e juaja me fruta që ja vlen, pra t'i provoni sepse vërtet kanë pamje shumë të mirë, po edhe shija nuk do të mungoj. Po e shikoni që pjatën e parë po e bojmë me portokall, një rend portokall, një rend molla, pastaj mandarina që I kemi ndarë në mes, edhe krejt në fund, pra shtojmë edhe pak kokra shege, pra këtu në mes, edhe pjata e parë, pra është gati. Gjithmonë pra kur I dekoroni edhe duken më bukur, por edhe shijojnë më shumë. Provoni recetën. Vazhdojmë me pjatën e dytë. Do të përdorim sërish portokall. Pra I kemi ndarë kështu në pjesë më të vogla, për gjys, duke formuar pra rrethin e parë me portokall, kështu si në video. Pastaj një rend do të rendisim kive, që I kemi hequr lëvorën, pra janë të gatshme. Një rend portokall, një rend me kive. Vërtet edhe pjata do duket shumë më bukur kështu. Provoni recetën si ja vlen, pra një ide tepër e mirë. Pra mund të shtojmë molla ose dardha. Pra mvaret çka ju gjendet në shtëpi. Edhe në fund do shtojmë mandarina, pra kombinim I të gjitha frutave. Edhe vërtet pra po përgatisim një pjatë shumë të shijshme, të bukur me fruta pra të ndryshme. Pak kokra shege që japin një ngjyrë edhe shumë më të mirë. Kjo ishte edhe pjata e dytë që I kishim përgatitur për sot. Provone sepse ja vlen. E për të vazhduar tash edhe me pjatën e tretë që vërtet ja vlen me provu edhe këtë. Vazhdojmë tash edhe fillojmë me portokall. Pra duke e renditur edhe duke formuar një rend. Për të dekoruar pjatën e tretë po përdorim edhe kivi. Po vazhdojmë po vendosim kivi nga 3 feta kivi, kështu si në video siç po e shikoni, domethënë duke lënë nga një në mes të zbrazët, sepse do e plotësojmë me diçka tjetër. Edhe kjo pjatë dekoruese do bëhet shumë e mirë. Këtu do të përdorim mandarina, po e shikoni kështu, vërtet bukur bëhet nëse e provoni edhe në këtë mënyrë me përgatit, pra fruta ja vlen, pra kjo recetë. Edhe tash krejt në fund na bete të shtojmë edhe sheg, pra I plotësojmë këto hapësirat që kanë mbetur. Edhe pjatën e kemi gati shumë shpejt. Këto ishin pra 3 pjata që unë I kisha përgatitur pra për sot. Pjata me fruta, ja vlen t'i provoni. Provoni recetën, përpos që ka një pamje shumë të mirë, sigurisht që edhe shijojnë shumë. Mundeni me përgatit kur keni mysafir ose për festa, si të doni ju.
Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Na shkruani në koment cila pjatë ju ka pëlqyer më shumë. E para, e dyta ose e treta. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.